Normalisht që diferencat dihen midis dy ekipeve. Tirana ka kënë vite tjera pretendente, si vetë është një ndër ekipet dobta, më thënë, të kampionatit, por gjithsesi na nuk shohim çfarë bën ekipi kundërshtar, ke kena ekip kundërshtar përpara, ne thjesht shohim lojën tonë. Dhe kena punu gjithë javën që të përgatiten për këtë ndeshje, vajzat zbatojnë detyrat, sepse në vazhdim në javë të ardhshme ndeshjet do të jenë më të vështira, kështu që ne paraprim gjithmonë aty në ndeshjeve të ardhshme. Kështu që unë jam i kënaqur përgjithësi me vajzat sot. Kryen ato detyra që kishim lënë, çarkullën e topin, vrapun e shumë, luftun për topin e parë, normalisht që një ndër pikat e dobta, sidomos në ndeshjen e Gramshit ka kënë finalizimi, jo si mund shihit finalizimin këtë ndeshje, sepse është ekipi i dobët përballë që ishte ekipi ton, por gjithsesi ato detyra që kishim lënë vajzave edhe para portë në finalizim ti zbatojnë dhe sot i zbatuan. Profe, duket sikur humbja me Gramshin e ka shkundur skuadrën, dy fitore thella me dy skuadra të ndryshme, çfarë ka ndryshuar? Atëherë Vllaznia vazhdimisht i ka rrah ekipit për rezultate të thella. Por ndoshta ajo humbje me Gramshin na ka shkund pak, i fije pak pluhin, sepse u bën si kampionat rutinë, por gjithsesi thash Vllaznia do kthehet në nivelet e duhur, në atë nivel që është mësuar me kanë Vllaznia. Dhe vajzat çdo ditë më tepër janë duke marrë vetëm mas asaj humbje, dhe kështu që shkojmë drejt aty në objektivat tona. 8 gola nga Megi Doçi, që duket që kuca artë këtë sezon i takon kësaj futbolliste. Po nuk ka se si, mund të tentojnë futbollistit tjera me ato gola i thanshën se nuk e di se si mund të shënojnë ato gola, por dihet niveli i Megit dhe nuk ka se si ku shkojnë tjetër kpucar përveç e Megi. Megi ka vite që ka fitu kpucën e ardhe, kështu nuk ka se si që mund të ndryshojnë drejtim kpucar. Dhe tha dhe kolegu me heret, duket se humbja me Gramshin e ka shkundur skuadrën dhe skuadrat që vinë, kundërshtarat që vinë me pas po e vuajnë, fillimisht Lushnja, tash me Tirana, kush e ka rradhën të e vuaj me fitore të thella nga ana e Vllaznisë. Atëherë na të kena thënë gjithmonë do t'i marrin ndeshje gjitha me rradhë. Na nuk ka rëndësi kush na del përpara, cili ekip. Ai thashë më pak më përpara, ajo humbja me Gramshin sikur na shkundi pak plunat dhe jemi duke punuar për ditë më tepër që t'i marrim gjitha ndeshjet me rradhë dhe të shkojmë drejt objektivit ton. Me ke luajtur një ndeshje e rradhë. Ndeshje tjetër është me Partizanin këtu në Shkodër. Dita nuk është saktuar akoma nga federata, por është me Partizanin. Partizani është në ujërat e pretendimit? Normalisht, Partizani është një ndër 4 ekipet që pretendojnë për final forin dhe jemi do përgatitur gjithë javën që të bëjmë një paraqitje sa më të mirë dhe të shkojmë drejt fitores. Elementi i ri, po gërshëtohet me Po normalisht do fillojnë me gërshëtu, ngadalë janë duke gërshëtu ata, vajzat e reja që kanë ardhur së fundit e ekipit Vllaznisë dhe janë duke u ambientuar me ekipin, janë duke u harmonizuar me ekipin. Kështu që ditë në vazhdim do kemi prep punë me ta.